asociacioneve, është e normuar në ligjin për veçëverinë lokale, është e dakorduar në marrëveshjen e vitit 2013 dhe në vitin 2015, fal kryeministri Isa Mustafa që ka kushzuar me shku në gjykatën kushtetuese, janë cungu nenet të cilat kishin qenë kogja problematike dhe jemi në një situatë që asociacioni është i obligimi i Kosovës. Cili është qëndrimi i aleancës? Aleanca, asociacionin e komunave me shumicë serbe, nuk e lejon të jetë strukturë mbi komunale. Asociacioni nuk mund të ketë superstrukturë institucionale që ka përqu Lajçaku. Asociacioni nuk mund të ndërhy në asnjë sferë vetme ofrimit të shërbimeve që i kanë komunat, nuk e përfshi Graçanica që e ka për arsim të lartë dhe Mitrovica Verit që e ka për shëndetësi ose e kundërta. Nuk mundet në asnjë moment me ndërhy në autonominë e veçëverisë lokale dhe mbi gjitha nuk mundet të ketë as lidhje territoriale, as nuk mundet ta prek sovranitetin tonë. Ku jemi tash? Në ne. Dialogu i Lajçakut, statuti i tij ka, domethënë, është i papranueshëm. Edhe është, domethënë, mund të them që edhe nga aktorë ndërkombëtar do të thotë nuk është se u shtyp për punë. Ku është Kosova këtu? Kosova nuk urdhë. Franko-Gjerman po mendon. Jo, po mendoj për statutin e asociacionit, të cilin ne ka dorëzuar neve, unë kam qenë takim, ai statut është i keq, është i dëmshëm, nuk duhet zbatohet. Çka duhet bëj Kosova? Kosova, Franko-Gjerman, dokument është tavolinë kryeministrit sot asaj dite. Unë e shoh kështu. Ai statut edhe kom shkru, unë kom qëndrim me shkrim, që i kom dërku në instancat më të larta ndërkombëtare kundër këtij asociacioni. Por çka duhet bëjmë? Duhet me i kallëzu popullit. Ne, për me mujt me mbrojt që shtet që kemi themelu me kushtetut, ne duhet mës me ju frigu konceptit multietnik. Ai fillon prej komunave